Në Bashkinë Kukës thuaj se të gjitha shkollat ngrohen me lëndë drusore. Në shkollën e mesme të bashkuar Elmazademi në fshatin Bardhoc, drut janë siguruar për deri në muajin mars dhe nuk janë shfaqur as vështirësi të tjera si pasojë e rënjes së temperaturave gjatë këtyre ditëve. Sistemi i ngrohjes në të gjitha shkollat, po them edhe të njësisë, është me drum, me stufë, me drum, me zjarr. Furnizimi kemi pas pjesërisht, besoj se do të na dalin të dronët deri në ditën e verës. Kjo shkollë nga 2 shkolla vartëse që kishte, i është shtuar edhe 9-vjeçarja e fshatit Morin. Kemi 2 shkolla vartëse, Bardhoci dhe Zgjegjën, tashmë na është bashkangjit edhe shkolla Morinit. Për shkak të rënies së numrit të nxënësve, na është bashkuar edhe Morini me ne. Shkolla e mesme e bashkuar Elmazademi në Bardhoc, së bashku me 3 shkollat vartëse të saj, në total numëron 290 nxënës.